Partia Demokratike e Kosovës ka prezentuar fakte mbi parregullësi të fletvotimeve për garën e 9 nëntorit, për çka është ndërprer procesi i numërimit në qendrën komunale të numërimit në Mitrovicën e Jugut. Jahir Sumiqi, kryesuesi i PDK-s në qendrën e numërimit në Mitrovicën e Jugut, tha se prokurori i rastit ka kërkuar vazhdimin e numërimit, por Partia Demokratike e Kosovës dhe partnerët e koalicionit të saj do të vazhdojnë me bojkotin e procesit dhe nuk do të shkelin ligjin. Ai përmendi se më shumë se 20 flet votime kanë lëvizur nga klasa në klas apo nga vend votimi në vend votim, të cilat flet votime në shumicën e rasteve i takojnë lëvizjes vetvendosje. Janë numëruar 35 kuti të votimit, ku prej tyre mbi 20 flet votime kanë lëvizur nga klasa në klas apo nga vend votimi në votim. Është një inxhiniering i organizuar që kemi hasur prova të argumentuara gjatë numërimit të votave. Janë gjetur mbi 25 flet votime me numra të ndryshëm serik, pra numri i serisë dallon prej numrit të vendvotimit. Kryesisht fletvotimet kanë lëvizur nga shkolla Migjeni në Abdullah Shabani dhe nga Universiteti në shkollën e Zhabarit, ka thënë Sumiqi. Ai shtoi se ka edhe fletvotime me nga 2 vula dhe fletvotime ku nuk përputhet numri i serisë së fletvotimit me atë të vendvotimit. Fletvotimet që janë gjetur, të cilat kanë lëvizur nga vendvotimi në vendvotim, kryesisht rreth 70-80% e tyre janë të vetvendosjes. Janë dhe disa fletvotime edhe me votat të PDK-s, por janë pak. Ne dyshojmë se ato janë bërë për të mbuluar gjurmët e këtij inxhinieringu të paparë ndonjëherë në historinë e zgjedhjeve në Kosovë. Numri i serive i fletvotimit nuk përputhet me numrin e vendvotimit dhe një vendvotim me numër serial ndryshe, derisa po numroja një vendvotim me numër ndryshe, ka theksuar ai. Ka fletvotime që kanë edhe 2 vula, pra të cilat janë të vulosura nga 2 herë, ka thënë Sumiq. Ndërkohë, ditën e djeshme, prokuroria themelore në Mitrovic ka urdhëruar ndërprerjen e numërimit të fletëve të votimit në qendrat komunale në komunën e Mitrovicës pas dyshimeve për parregullsi. Prokuroria themelore në Mitrovic njofton opinionin se ka urdhëruar që përkohësisht të ndërpritet procesi mëtejshëm i numërimit të fletvotimeve në qendrën komunale të numërimit në komunën e Mitrovicës. Thuhet në njoftim mëtej, theksohet se kjo ka ardhur si pasojë e raportimeve për parregullsi të paraqitura që kanë rezultuar me ndërprerjen e votimit nga ana e komisionerëve për shkak të numrave serial të ndryshëm në disa fletvotime, ku është aluduar për gabime teknike, po ashtu ka pasur edhe pretendime se kemi të bëjmë me manipulim të qëllimshëm me fletët e votimit. Për këto arsye dhe me qëllim që të shmangen të gjitha dilemat, kjo urdhëres vjen deri në marrjen e një përgjigje zyrtare nga operatori ekonomik që ka shtypur fletët e votimit, ku do të konfirmohet se a kemi të bëjmë me gabim teknik apo me manipulim të fletëve të votimit, dhe varësisht nga përgjigjja e marrë do të procedohet mëtej, thuhet në njoftimin e prokurorisë.